Gëzuar edhe një herë, edhe bëft Perëndia që do të jetë një vit, jo thjesht me urimin e zakonshëm që njerëzit urojnë njëri tjetrin, paqe, mirësi, shëndet, para, këto janë urimet që ne shpesh dëgjojmë. Një nga gjërat që kam menduar dhe reflektuar në fakt prej kohësh është sa vështirë është të gjesh njerëz, ndoshta nuk ka shpesh, që të urojnë njofsh Perëndin. Nuk ka urime të tilla në kulturën tonë. Zakonisht urimet janë paçi, shëndet, para, gjëra të tilla, por njofsh Perëndin është komplet dytësore. Kur vjen fjala për Zotin, çdo njeri ka një lloj frike aty brenda vetes, por nuk e vendosim parësore. E kalojmë aty në heshtje në dytësoren tonë. Në fakt, fjala e Zotit është e vetmja mënyrë se si mund ta njohim Perëndin. Edhe unë jam shumë i gëzuar që kemi mundësinë që ta njohim fjalën e Perëndis. Disa gjëra të vogla në lidhje me Biblën, unë e kam thënë shpesh, por çfarë e bën të veçantë, ka shumë libra në botë që pretendojnë që janë dërguar nga Perëndia, por çfarë e bën unike Biblën, që qëndron në pjedestalin shumë herë më të lartë dhe të pasfidueshëm njerëzor, është mënyra se si Zoti na e ka sjell. Bibla është shkruar në fakt në 1500 vjet, janë dashur 1500 vjet që të kemi fjalën e plotë të Perëndis. 40 autor që kur nuk e njohën njëri tjetrin në 3 kontinente, në një periudhë që nuk kishte avion dhe internet për të komunikuar, në 3 gjuhë të ndryshme dhe një temë. Nuk ka libër tjetër, pavarësisht se mund të pretendoj që mund të jetë hyjnor, që mund të barazohet thjesht me këto aspekte. Fjala e Perëndisë është unike, është e veçantë, 1500 vjet dhe një temë, po kush e mbikëqyri përveç se vetë Perëndisë? Edhe kjo është e veçanta, kjo është e bukura. Dhe te 2 Timoteu na thotë që i gjithë shkrimi që prej fillimit deri në fund është i frymëzuar nga Perëndia. Dhe sot kemi privilegje në fakt që ta kemi në dorë në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe. Sa të bekuar që jemi, dhe dhënë Zoti që do të na jap zell dhe etje dhe dëshirë për të mos e mbajtur thjesht aty diku në një raft, por për ta njohur, sepse janë fjalë jete në këtë libër. Jemi duke parë në udhëtimin tonë te letra e Romakëve. Edhe sot kisha dëshirë që të bënim një përmbledhje të asaj që kemi parë deri në kapitullin e 8, nga kapitulli i parë në kapitullin e 8. Letra e Romakëve në fakt ishte një letër që u shkruajt nga apostulli Paul, i adresuar kishës që ishte në Rom në shekullin e parë, dhe prandaj quhet letra drejtuar Romakëve, sepse i është çuar kishës që sapo kishte pak kohë që ishte formuar në Rom. Edhe aty Pali në fakt shpalos në mënyrë shumë të qartë ungjillin. Nuk ka aspekt tjetër, një libër tjetër, ku t'jepet kaq qartë gjithë ungjilli. Fjala ungjill do të thotë lajm i mirë. Nuk ka një libër tjetër ku në mënyrë kaq të qartë të na tregohet gjithë ungjilli i shkruar dhe i sistemuar në një mënyrë mahnitse. Në fakt, libri i Romakëve është nga librat që janë shkruar më shumë komentar se çdo libër tjetër. Bibla përbëhet nga 66 libra. Fjala Bibël do thotë bibliotek. Prandaj ka brenda vetes 66 libra dhe Romakët është një nga këto 66 libra. Interesante në fakt është që janë shkruar shumë komentar, shumë njerëz kanë dhënë mendime për shumë libra të Biblës, dhe libri i Romakëve është një nga librat që është komentuar më shumë se çdo libër tjetër. Por, personalisht teksa jam duke studiuar dhe duke parë në thellësi, është mahnitse dhe po i thoja dje Noelit, sa pak është shkruar për librin e Romakëve. Megjithse ka një duzinë pa parë informacioni dhe mendimesh që janë dhënë për të libër,
është prap shumë pak me thellësinë i ngjan një pusi që kur nuk shteron dhe gjithmonë nxjerr një ujë të freskët sa kohë që ti zhyt atë kovën brenda. Në fakt, libri i Romakëve nuk është një përmbledhje mendimesh njerëzore, nuk është thjesht një mësim normal, moral, fetar, por në fakt është vetë doktrina, mësimi. Fjala doktrinë do thotë mësim, është mësimi i sakt, i thellë, i përqendruar tek Zoti. Në fakt, ka rëndësi fjala doktrinë. Në fakt, secili prej nesh jeton me një doktrinë. Ti thua, wow, unë s'jam fetar, mund të thotë dikush, nuk ka rëndësi. Secili prej nesh është teolog. Për mënyrën se si jeton, se si flasim, se si ne veprojmë, tregon çfarë ne besojmë. Jo patjetër gjithmonë lidhet kjo me besimin real në Zotin, por secili, çdo njeri është një teolog. Çdo njeri me mënyrën se si jeton tregon se çfarë beson në të vërtetë. Dhe libri i Romakëve ndikon shumë në jetën tënde dhe time nëse do ta hapësh, do ta marrësh, do të ushqesh shpirtin tënd, ndikon shumë në mënyrën e të menduarit, ndikon shumë fjala e Perëndisë në mënyrën se si jeton jetën, se si flet, se si dëshiron, se çfarë janë prioritetet në jetën tënde dhe në timet. Në fakt, nëse shef kapitull nga 1 deri në 8, formoj një njësi perfekte, të mrekullueshme teologjike. Apostulli Paul në fakt na çon nga thellësia njerëzore e mëkatit të zhytur në një mënyrë që nuk e kemi parë ndonjëherë, kaq thellë, dhe na çon më pas deri në lartësinë e shpëtimit dhe të pastrimit, të mënyrës se si Zoti na merr nga ky balltak i zhytur njerëzor për të na çuar në mirësinë dhe në përsosmërinë e shpëtimit të përjetshëm. Aty te ky libër ne kuptojmë se shpëtimi është i nevojshëm. Sepse shumë njerëz thonë, po çfarë shpëtohem, unë mirë jam. Te ky libër ne shohim se si arrihet ky shpëtim, se kush e mban këtë shpëtim që nuk mbahet nga ti dhe nga unë, dhe kjo jep një siguri dhe një paqe për shpirtin dhe për qenien tënde. Në fakt, në zemër dhe në thelb të Romakëve nuk është njeriu, por është Perëndia. Në fakt, Ungjilli ka të bëjë me dashurinë dhe drejtësinë. Dua ta theksoj pak këtë pjesë. Çdo besim ka një ngërç, në çdo besim të botës ka një ngërç. Është çështja e besimit, unë jam mëkatar, Zoti është i shenjtë, po si bashkohen këto të dyja, në çdo besim të botës është një ngërç i pasgjithshëm, sepse si bëhet kjo puna e drejtësisë. Dhe njerëzit thonë, po haj se Zoti ka mëshirë, do me thënë që mëshira shkel mbi padrejtësinë. Në fakt, drejtësia e Perëndisë është hyjnore, është e përsosur. Drejtësia e Perëndisë nuk është e çalë, drejtësia e Perëndisë kërkon shpagim të plot dhe është e frikshme për mëkatarin, si mua dhe si ty. Por njësoj dashuria e Perëndisë është po e plot dhe në Krishtin këto bashkohen në një mënyrë perfekte. Krishti ishte vetmja zgjidhje ku dashuria mbetet e pacënuar, ku drejtësia mbetet e pacënuar, kur të dyja këto bashk përputhen në mënyrë perfekte. Zoti nuk është thjesht i mëshirshëm në kurisë të drejtësisë. Nuk është më shumë i dashur se sa i drejtë, por Perëndia nuk mundet që drejtësinë ta hajë për hatër të dashurisë. Dhe letra e Romakëve na tregon në mënyrë perfekte se si këto të dyja paqtohen. Letra e Romakëve nuk ka të bëjë me përmbushjen e njeriut, por ka të bëjë me atë që kush është Perëndia. Interesante është që ne njerëzit, unë e kam thënë dhe më përpara, madje edhe parajsën, e dëshirojmë ta kemi siç mendojmë ne, një vend të bukur oazi, por në fakt nuk është kështu. Çdo gjë është e rrethuar rreth fronit, çdo gjë është e ndërtuar rreth fronit të Perëndisë. Hape Biblën që prej fillimi deri në fund ku na tregon se çfarë ka në qiell, se si është qielli, nuk na tregon për lëndina me fushë me lule, na tregon gjithmonë fronin e të përjetshmit dhe çdo gjë rreth fronit është e fokusuar në adhurim ndaj Perëndisë. Në fakt, ka një pjesë shumë interesante në kapitulli i parë, vargu 16 dhe 17 i Romakëve, dhe thotë kështu:
Ungjilli, do më thënë lajmi i mirë për shpëtim, thot është fuqia e Perëndis për shpëtimin e atyre që besojnë. Ndalo pak këtu, edhe mendo pak, nëse Zoti ka një fuqi, ka një forcë për të shpëtuar njeriu përjetësisht, kjo është në ungjillin. Ungjilli është fuqia e Perëndis. Nuk ka tjetër mënyra e vetme që Zoti ka zgjedhur për të shpëtuar një person në përjetësi, për të mos shkuar në ferë, por për të qenë përjetësisht me Perëndin, është ungjilli. Pa ungjillin, pa lajmin e mirë, nuk ka shpëtim. Nëse Zoti ka një forcë, edhe një kisha qejf ta theksoja këtë gjë, nëse Zoti ka një forcë për të shpëtuar njeriu, kjo është ungjilli. Sepse vetëm në ungjilli zbulohet drejtësia e Perëndis nga besimi në besim. Fakt, Romakët 1:8 nxjerr 4 pyetje shumë të rëndësishme, që janë kritike për jetën e secilit prej nesh. E para është pse njerëzimi ka nevojë për shpëtim. Shpëtim e dëgjojmë shpesh në Bibël, po për çfarë të shpëtohem? Nga kush të shpëtohem? Çfarë kam bërë? A nuk jam i shpëtuar? Ç'do të thotë fjala shpëtim? Si i drejtëson Perëndia mëkatarët? Dhe kjo është një nga pyetjet që të gjitha besimet i shmangen. Por e vërteta qëndron aty dhe nuk i shmanget. Prandaj bukuria në krishtrim, bukuria në Krishtin është që na tregon të vërtetën e kësaj drejtësie. Si i drejtëson Perëndia mëkatarët? Na tregon se çfarë i bën shpëtimi besimtarit. Okej, unë shpëtova, tani besoj në Zotin, tani çfarë? Na tregon se si transformohet jeta e njeriu dhe sa i sigurt është ky besimtar që do të qëndrojë deri në fund. Janë 4 pyetje që për njeriu që është vërtet interesuar për shpëtimin e shpirtit të tij mund të gjejë përgjigjen. Te Romakët 1 është një pjesë shumë interesante, në fakt na tregohet 2 pjesë tek Romakët 1. Zbulesa e Zotit, që Zoti e bën të njohur veten, dhe faji i mëkatarit, faji i njeriut. Në fakt, gjithmonë e shumë interesante është që do ta kuptojmë këtë pjesë. Nëse Zoti nuk na e zbulon veten, ne nuk mund ta njohim Perëndin. Perëndia është krijuesi i qiejve dhe tokës. Është Perëndia që ka endur gjithë universin. Është Perëndia që krijoi qelizën e vogël deri në galaksinë e madhe. Është Perëndia që krijoi jetën dhe nëse ai zgjedh të mos na e shfaq veten, si mund ta njohim ne? Dhe Romakët na tregon që Perëndia nuk e la veten të fshehur, por Perëndia e zbuloi, na e tregoi veten e tij. Në fakt na tregon që përmes krijimit ne dim që ka një krijues. Vetë madhështia e krijimit, kur ti shikon sa i madh është krijimi, tregon për madhështinë e Zotit. Wow, mahnitse. Dielli qëndron në boshllëk. Toka qëndron në boshllëk. Në mënyrë perfekte vërtiten rreth njëra tjetrës. Në mënyrë perfekte shkojnë drejt një yjesie tjetër, galaktika dhe me radhë. Sa i madh është Perëndia. Vetë krijimi na tregon tek Romakët 1 që na tregon për lavdinë e madhe të Zotit. Ne jetojmë në kohë kur secili prej nesh vrapon. Çohemi herët në mëngjes për të përmbushur ato detyrat që mendojmë që janë të domosdoshme. Dhe harrojmë ndonjëherë në këto dritat e Tiranës sonë që sa vjen edhe bëhet e zhurmshme, të ngremi një syt lart dhe të shikojmë madhështinë e krijimit të Zotit. Madje nuk duket mjaftueshëm për shkak të gjithë dritave të qytetit, të duhet të ikësh në Rubika në një vend tjetër për të parë gjithë krijimin e Zotit, madhështinë. Dhe është momenti ndonjëherë që të ndalemi edhe të shohim madhështinë e Perëndis përmes krijimit. Dhe Zoti e ka bërë të qartë veten e tij në këtë pjesë. Por ka një instrument tjetër që Zoti e ka bërë veten e tij të qartë që na tregon te Romakët, ndërgjegjen. Ne kemi folur këtë kohë, ndërgjegja është shumë interesante. Zoti e ka instaluar tek çdo person. Ne kur vim në jetë, fillon edhe ndërgjegja aktivizohet. Ndërgjegja është zëri i Perëndis që është vendosur, zëri i ligjit të Zotit që është vendosur në brendësinë e çdo njeriu. Është miku i bezdisshëm që e kemi quajtur ndonjëherë që po të kishim mundësi do ta kishim vrarë, por nuk e vrasim dot. Është aty gjithmonë me ne për të na treguar kur bëjmë gabim, kur nuk je në rrugën e duhur, dhe kjo ndërgjegje
ka vetëm një zgjidhje nga ana jon, ta shtyp. E vetëm gjë që mund t'i bëjmë, ta neglizhojmë, ta shtypim të vërtetën. Në fakt, nuk Bibla na tregon që askush nuk është ignorant për ekzistencën e Zotit. Ne vetëm mund ta shtypim, ta heqim, ta ignorojmë, por nuk jemi ignorant. Edhe ateisti më i madh e di në brendësinë e vet që ka diçka aty brenda. Interesante është tek një libër që ka shkruar Blendi Fevziu për Enver Hoxhën, mënyra se si ka nisur librin, thot për Nexhmia Hoxhën, ditën që vdiq Enveri, Nexhmia i thot kufomës të Enverit aty, bëju të fala shokëve. Edhe interesante është tek ai libër, ai thot aty ku tempulli, në fakt aty ku ishte tempulli i ateizmit, ajo përmend një fjalë që është komplet në kundërshtim me atë ideologji që e jetuan, që e propaganduan, bëju të fala shokëve. Ateizmi beson që mbarohet çdo gjë, si ka mundësi që të dalë, por kjo është thirrje nga shpirti i njeriut, pavarësisht se njeriu mund të krijet bukur në teologjinë e tij ateiste, e di mirë në thellësinë e shpirtit të tij që ka diçka aty. Është diçka për te, është diçka që e mban qenien njerëzore përgjegjëse. Libri Romakëve nuk fillon me nevojën njerëzore, por fillon me zbulesën e Perëndis. Na tregon për një shprehje shumë interesante. Gjithashtu, zemërimi i Zotit, thot, zemërimi i Perëndis është i zbuluar nga qielli, na tregon nga qielli për çdo pabesi dhe të padrejtësi të njerëzve që e shtypin të vërtetën. Dëgjoj edhe një herë, zemërimi i Zotit zbulohet nga qielli për çdo pabesi dhe padrejtësi të njerëzve që shtypin të vërtetën. Unë e shtyp të vërtetën, ti e shtyp të vërtetën, gjithmonë në qenien e brendshme tonën, dhe fjala e Perëndis thotë që zemërimi i Perëndis zbulohet nga qielli. Çfarë po na thot këtu te Romakët? Dëgjojeni pak bukur këtë gjë, se është shumë interesante si na e tregon Romakët. Zemërimi i Perëndis, për ta cilësuar pak, nuk është një zemërim emocional. Zemërimi i Zotit nuk është një përqendrim nervash i çastit, si një prind që ngrihet se i po grindën fëmijët, ku e di unë, po bën gabim fëmia dhe i fut shpullën. Zemërimi i Zotit është një zemërim i drejtë, është një zemërim që ka të bëjë me karakterin e drejtë të Perëndis, ku drejtësia shtypet. Dhe ai zemërim nuk është emocional, është kundërshtim i vendosur dhe i drejtë ndaj mëkatarit. Është kundërshtim i drejtë dhe i vendosur, jo ndërdyshas, ndaj mëkatarit. Nuk është thjesht emocion se ju ngritën nervat Zotit, por është diçka që ka të bëjë me karakterin e Perëndis, dhe Zoti nuk mund të luajë me karakterin e tij. Vini re, zemërimi i Zotit zbulohet nga qielli, ndaj dhe kundër çdo pabesie dhe padrejtësie të njerëzve që shtypin të vërtetën. Para se të kuptosh dashurinë e Perëndis, ke nevojë të kuptosh se çfarë bëm ne si njerëz. E para njëra është që çdo njeri ka në ndërgjegjen e tij idenë e ekzistencës së Zotit. Ne e dim, e tham pak më sipër të gjë. Vetë krijimi deklaron shpall që ka Perëndi. Problemi nuk është mungesa e provave, është shtypja e së vërtetës. Te Romakët nuk është problemi që njerëzit nuk e dinë që ka Zot. Ne të gjithë kemi bindjen brenda vetes. Problemi është që ne shtypim të vërtetën, ngrejmë një standard tjetër veten tonë mbi të vërtetën e Perëndis. Njeriu hedh poshtë në mënyrë aktive atë që di se është e vërtetë. Dhe kjo është aty ku fillon. Shumë interesante është, thot, çdo pabesi, çdo padrejtësi, jo thjesht disa, po për çdo pabesi. A ke dëgjuar ndonjëherë zërin e ndërgjegjes tënde të akuzoj? Jam i bindur, po. Çfarë bëre? Shumicën e rasteve jam i bindur sepse e kam bërë dhe vetë, e ke neglizhuar, e ke shtypur, e ke nëpërkëmbur atë pjesë. Por mos haro, ato gjëra nuk kanë hikur pa u parë nga Perëndia, sepse Zoti është i drejtë. Letra e Romakëve na tregon për një spirale që nuk qëndron konstante në vend, por që vazhdon për poshtë,
për të zhytur gjithmonë edhe më tepër në mëkat. Historia njerëzore ka treguar se mëkati nuk është konstant, por është një spirale në rënje. Njerëzit nuk po bëhen më të mirë. Në fakt, historia njerëzore na tregon që pavarësisht shkollimit, njerëzit me kollaro drejtojnë kombet. Dhe njerëzit e shkolluar drejtojnë kombet. Gjithmonë, shumicën e kohës, kështu ka qenë. Dhe bota është përsëri lëmsh. Një përparim i tmerrshëm në thellësinë e pangopur të mëkatit është kolektive dhe personale. Edhe unë si individ, por edhe ne si grup njerëzish vazhdojmë të zhytemi drejt saj. Njeriu hedh poshtë Perëndin sepse vetja nuk mund t'i nënshtrohet me dëshirë krijuesit. As pak nuk e ka dëshirë në nështrimin, nuk i pëlqen fjala në nështrim. Më thoni pak cili nga ne ka qef fjala në nështrim, dhe nuk na pëlqen natyrshëm fjala në nështrim, na duket e përbuzur. Pse? Sepse vetja është lartë, nuk mund të bie. E pra vetja është problemi, vetja është mëkatare, vetja është e ndyrë, vetja ka shkelur Perëndin, vetja ka abuzuar me besimin te Perëndia. Të menduarit, zemra, qenia jonë bën të komprometuara. Dhe fjala e Perëndis na tregon, nuk jem mëkatar thjesht kur vjedh. Njerëzit thonë, unë jam mëkatar sepse vodha diçka, ose dikush vodhi diçka. Jo, kjo tregon që jem mëkatar. Mëkati nuk ngjizet, nuk fillon në vjedhjen apo në gënjeshtrën. Mëkati është aty brenda. Këto janë thjesht mundësi të shfaqjes së asaj gjëje që është e brendshme. Kur ti ndodhesh në një situatë të vështirë dhe zgjedh të gënjesh, nuk është sepse thjesht gënjeve dhe u bëra mëkatar, por ti je i tillë, prandaj gënjen, prandaj shikon edhe konsideron gënjeshtrën si një mundësi, apo vjedhjen, apo diçka tjetër, sepse je i tillë, shpirti yt është i komprometuar me të keqen dhe e keqja është opsion normal për mua dhe për ty. Në mendime, ku mundet, nëse mendja ime do të ishte lidhur me televizorin, të kisha turp të rija këtu me ju, po ashtu edhe ti, jam i sigurt. Nëse shpirti im do të ishte i lidhur me televizorin dhe ti do të shikoje çfarë ndodh në shpirtin tim, mendoj që do të kishe turp për këtë gjë, edhe ti dhe unë. E pra, ne jemi të ngjizur në këtë aspekt. Ne u larguam që prej kopshit të Edenit dhe trashëguam këtë natyrë ku vetja është në fron dhe Perëndia na bëhet një shërbëtor. Njeriu hedh poshtë Perëndin sepse nuk mund t'i nënshtrohet dot Zotit. Kërkon ta ketë Zotin të nënshtruar ndaj tij dhe jo ai njeriu Perëndis. Të menduarit bëhet i kot, Perëndia i dorëzon, thot ata, në thellësinë e mëkatit. E di kush ishte zemërimi tani që fjala e Perëndis na tregon tek Romakët? Ky zemërimi që zbulohet nga qielli është kur Zoti t'i jep duar, të themi në shqipne, vazhdo edhe më shumë. Kjo është e tmerrshme. Njerëzit presin sikur zemërimi i Perëndis do të godas me një rufe nga qielli, por tek Romakët nuk na tregon për një rufe nga qielli. Zemërimi i Perëndis është gjykimi hyjnor tani në kohën tonë, është vazhdo edhe më shumë në këtë gjë. Kur Zoti heq të qenit i përmbajtur, kur Zoti limiton dhe heq të menduarit në mënyrë të kthjellët, sepse ti vazhdon të zhytesh në mëkat. Kur ti zgjedh të mëkatosh më tepër dhe nuk përmbahesh dot në këto aspekte sepse dëshiron që vetja jote të jetë në qendër dhe në fron, Zoti heq përmbajtjen dhe ky është zemërimi i Perëndis, të heq përmbajtjen. Dhe atëherë ti nuk ke më kufi. Dhe mëkati njerëzor nuk ka më kufi. Atëherë ti hiqet ajo cipa që e kemi thënë dikur, kur nuk të skuqet fytyra për asgjë, dhe ti vazhdon të zhytesh edhe më tepër në ato gjëra. Madje fillon dhe ti promovosh ato gjëra si vlera. A nuk e shikojmë këtë përreth në shoqërinë ku ne jetojmë? Kur njerëzit përpiqen në çdo lloj forme të ngrenë sa më lart të keqen. Kur e keqja, thot Bibla, do të quhet e mirë dhe e mira do të quhet e keqe. Madje dalin dhe me shprehje të tilla. Sinqeriteti është virtyt i budallajit. A keni dëgjuar të shprehje? Imagjino pak ku arrim, ku nuk dëshirojmë asnjë lloj standardi dhe i vetmi standard që është vetja. Ky është gjykimi i Perëndis, thot Bibla.
ku Zoti na çon në pasione denigruese, mendje e shturur, pa pastërti në të gjitha aspektet, thot tek romakët, kur Zoti largon të qenit i kontrolluar dhe mëkati vetëm sa shumë fishohet. Romakët 1 përfundon në këtë katalog shumë llojshmëri gjithëpërfshirëse të shturjes njerëzore, personale dhe kolektive. Kjo nuk përshkruan thjesht disa, por përshkruan gjithë racën njerëzore. Nëse do të shikosh tek romakët kapitulli i parë në fund, mbyllet në mënyrë të tmerrshme dhe ti e gjen veten aty. Dhe botën kur në cilën ti jeton e gjen veten aty. Dhe ai libër shkruar 2000 vjet më parë dhe flet sikur të ishte sot. Romakët 2-3 na fokusohet tek faji universal përpara një perëndie të shenjtë, njeriu moral në thonjza, njeriu që thot po u dalë se unë nuk bëj nga këto gjëra. Dhe Bibla thot që dhe ky njeri moral është fajtor. Pse? Sepse ndërgjegja e tij e akuzon, pavarësisht se ky njeri moral nuk duket se bën këto gjëra. Fjala e Perëndisë thot po, edhe ti i bën. Ti që thua që nuk duhet vjedhur, vjedh. Ti që të jepet mundësia e parë për të bërë një gjë, e bën. Njerëzit gjithmonë jemi shumë interesant si racë njerëzore, gjithmonë jemi të gatshëm për të gjykuar ata që janë në pushtet. O, vjedhin, por ata janë njerëz. Jam i sigurt që dhe ti nëse do të isha aty, pas një tundimi kaq të madh në forma të ndryshme, herët apo vonë, do të bëheshe njësoj. Pse? Sepse nuk ka njeri të pastër, nuk ka njeri të shenjtë, ne të gjithë jemi të rënë, madje dhe persona që duken moral janë të rënë. Romakët 2 na çmonton nga vetëdrejtësia morale, na tregon që nuk ka përsosmëri brenda njeriu, por vetëm ajo që ekziston fort dhe fuqishëm është vetja, uni. Ndërgjegja brenda nesh kundërshton këtë vetë drejtësi që ti dhe unë mund të kemi. Njohuria rrit përgjegjësinë, nuk e zvogëlon fajin. Njerëzit thonë, po mirë, apo të rritet më shumë në njohjen e gjërave, thjesht do të rritet përgjegjshmëria. Nuk e zvogëlon fajin. Interesante është që Romakët kapitulli 2 na tregon që gjykimi i Perëndisë është sipas të vërtetës, dhe e vërteta është e bardhë, e vërteta është e caktuar prej Perëndisë. Nuk është e vërteta jote dhe e vërteta ime të ndryshme, nuk është e vërteta e ndryshueshme, e vërteta është një dhe është absolute. Është standardi i vendosur nga Perëndia. Ne të gjithë lindim me këtë standard. A e dini, nëse sot mosha të ndryshme siç jemi këtu do të shohim në televizor për një ngjarje që vritet një fosh, e therri një fosh, një të vogël dhe ti e shikon dhe ne të gjithë e shikojmë, ne të gjithë e dimë që ajo është e mirë apo gabim? Gabim, apo jo? Po kush e vendosi këtë standard? E vendosi Perëndia dhe gjykimi i Perëndisë është sipas të vërtetës. Gjykimi i Zotit është i paanshëm. Zoti nuk mban anësi. Mor se e dua filanin më shumë se filanin. Zoti nuk mban anësi. Zoti nuk mban anësi dhe mban më mirë të pjesë. Gjykimi i Perëndisë është i bazuar në vepra. Njerëzit po dalë prit se në besimin e krishterë sikur veprat janë dytësore. Jo, nuk janë dytësore. Veprat tregojnë aty ku është zemra jote. Zemra jote tregon dhe do të shfaq këtë gjë me anë të veprave të tua, në mënyrë se si mendon, vepron, jeton jetën tënde dhe timen. Dhe Perëndia do të gjykojë po në bazë të veprave, sepse veprat janë treguesi asaj që kush je ti. Gjykimi i Perëndisë ka dhe një faktor tjetër. Është i pashmangshëm. E do apo nuk e do? E dëshiron apo nuk e dëshiron? Nuk ke rrugëzgjidhje. Do të përballesh me gjykimin e Perëndisë. Çdo qenie njerëzore e krijuar që ka ekzistuar dhe do të ekzistojë, do të dalë përpara gjykatësit hyjnor. Bibla na tregon për këtë gjë. Do të dalë para spakut hyjnor, në thonjza. Fjala e Perëndisë na tregon që nuk ka shpëtim në këtë aspekt, nuk mund të devijohet, nuk ka një mbyllje syri, një shkelje syri me nënkuptim përpara Perëndisë. Është Perëndia, është i drejtë, është i përjetshëm, është i fuqishëm, është i mahnitës. Feja e jashtme nuk mund të shpëtojë. Na tregon tek Romakët 2 që rreth prerja të bërit synet,
që kishin hebrejt, ligji që u dha përmes Mojsiut, trashëgimia që unë vi nga familje që beson, nuk të shfaqson, nuk të drejtëson. Fjala e Perëndis na tregon që të gjitha këto gjëra ç'bëhen kur ti del përpara Perëndis. Romakët 3 jep akuzën përfundimtare në fund të kapitullit. Edhe disa është, nuk ka asnjë të drejtë, madje thekson, as edhe një. Dhe për shpirtin që e ka seriozisht besimin në Zotin dhe mendon këtë pjesë, frigohet. Frigohet. As unë nuk jam i drejt? Po, në gjithë drejtësinë time nuk jam i drejt? Jo. Përpara hyjnores ne nuk jemi. Njerëzit mendojnë kur Adami dhe Eva rebeluan duke marrë atë frutin që shpesh njerëzit thonë që është moll, por Bibla nuk na thotë se çfarë ishte, nuk e di nga ka dalë ideja e mollës, por në fakt ideja e shumë interesante është që nuk ishte thjesht hamose një gjë vogël ishte aty. Absolutisht jo. Kur njeriu mori atë frut, ishte shenjë jashtme e rebelimit dhe dëshirës së brendshme për të qenë Zot vetë. Jam unë në kontroll, dua unë, është rebelimi përjetshëm i krijesës ndaj krijuesit që u trashëgua në ADN-n time dhe tënden, edhe ne sot nuk e kemi një dëshirë të tillë. Por është hiri i Perëndis, është hiri i tij. Në fakt, mëkati ndikon në mendime, ndikon në vullnet, ndikon në emocione, ndikon në veprime, në të gjitha aspektet e jetës. Nuk është vetëm i limituar në veprim, por në të gjitha në mënyrë si dëshiron, si mendon, çfarë ke prioritet në jetën tënde, është aty, influencon jetën tënde dhe jetën time. Ligji, duke mbajtur ligjin, nuk shpëton, por dënon. Ligji, Zoti nuk na e solli për të na shpëtuar, po për të na treguar drejtësinë. Ka shumë fe sot që ja morën Biblës vetëm pjesën e parë, pjesën e ligjit, dhe përpiqen ta tregojnë si një fitore të tyre që ti duhet ta mbash ligjin dhe bësh fetar duke u lutur kaq herë, duke bërë këto gjëra, dhe këto gjëra do të shpëtojnë, por harrojnë një gjë shumë të rëndësishme. Ligji dënon. Ligji nuk shpëton. Ligji dënon. Si ta kuptojmë këtë gjë? Kur ti ke qenë një shofer i dalluar në gjithë jetën tënde, por shkel një herë të vetme semaforin, polici i drejt nuk thot për shkak se ti ke një background shumë të mirë që nuk e pasur probleme, s'ka problem kësaj radhe. Jo, ligji është aty kur ti gabon. Ligji nuk është për të duar trokitur ty. Madje Bibla thot nëse e mban ligjin, mirë bën, e ke për detyrë për ta mbajtur. Nuk është për krenari, është obligim. Por çështja shumë interesante është kur ti e shkel, qoftë edhe një herë ligjin, thot Romakët, ti ke shkelur gjithë ligjin e Perëndis. Kjo është e madhe për shpirtin që vërtet kërkon të dalë përpara Perëndis. Është e frikshme. Ligji nuk shpëton, ligji thjesht tregon. Ligji është si ato analizat mjekësore. Kur ti shkon bën analizat mjekësore, sepse dyshon që diçka mund të ndodhë me trupin tënd, ato thjesht konstatojnë çfarë është situata jote, dhe këtë bën ligji i Perëndis, konstaton çfarë ti ke problem. Ato nuk japin zgjidhje. Analizat nuk të tregojnë se ç'duhet bërë, tregojnë se çfarë ke. Ligji i Zotit nuk na tregon se si të shpëtohesh. Ligji i Zotit që na u dha është për na treguar, është pasqyra ku ne shohim veten dhe fatkeqësisht shumë të shëmtuar. Interesante është që ligji mbyll çdo gojë për vetëdrejtësi. Ligji çdo njeri tregon që është mëkatar. Ligji dhe gjithë bota tregon që është përgjegjëse përpara Zotit. Çdo mburje njerëzore është shkatruar nga ligji. Shpëtimi nuk vjen nga përpjekjet njerëzore. Shpëtimi ndodh diku tjetër. Romakët 3:21 ka një shprehje fantastike. Është shprehja por. Dhe kur shpreha por na tregon për një ndryshim, thot por tani. Kur ti kupton mirë gjendjen tënde që nuk ka një mënyrë se si mund të shpëtohesh nga Perëndia, nga vetja jote, sepse mëkati është instaluar në çdo cep të ADN-s, të qenies tënde, të brendshme dhe të jashtme, kur tregon se sa i kamufluar je, sa i korruptuar është mëkati në shpirtin dhe në qenien tënde,
ti ngelesh. Dhe aty fjala e Perëndis thot, por tani. Edhe veshët e atij personi që e kuptoi gjendjen e tij dhe seriozisht e ka marrë për personalisht romakët, thot, ç'do të thot por tani? Biblia thot që drejtësimi vjen vetëm përmes besimit. Kështu ka qenë që më përpara na thot Biblia. Drejtësia nuk vjen nga vetja, por na u zbulua, nuk mbeti e panjohur, por na u zbulua nga Perëndia. Kjo drejtësi nuk fitohet, ajo na llogaritet. Shumë interesante, nëse ti ke një kredi, edhe ndoshta e keni provuar për ata që kanë kredi, dhe ti nuk ke arritur do ta paguash, banka nuk të toleron. Banka nuk thot, mor se s'ka problem, muajin tjetër kur të kesh hajde. Jo, fillon në mënyrë të menjëhershme ndëshkimi, me tarifa, me ndryshimin e tarifës, apo me rritjen e gjobës, apo në forma të ndryshme. Ligji nuk toleron, thjesht tregon. Zoti i shpall mëkatarët tek Romakët kapitulli 3 deri te kapitullin e 5, nga fundi 3 deri te kapitulli 5, na tregon për këtë udhëtimin kur i shpall mëkatarët, jo të dashur, po të drejtë. Zoti i shpall mëkatarin të drejtë, po si bëhet kjo gjë? Unë jam mëkatar, si Zoti falë në këtë pjesë? Kjo është zemra e ungjillit për shkak të veprës së Krishtit. Ne duhet të kuptojmë që Krishti ishte qengji që u therr përpara themelimit të botës për mëkatet e atyre që do të besojnë. Jezu Krishti është Perëndia njeri, e kënaqi zemërimin e Perëndis si një shlyerje përmes gjakut të tij. Jezusi u bë qengji, është simbolika e qengjit që Zoti i dha Mojsiut, që do të therrë një qengj. Madje po të lexosh ligjin e Mojsiut, është fantastike kur kryeprifti vendoste dorën e vet mbi qengjin për të përshkruar, për të përçuar mëkatet e tij dhe pastaj do të therrej. Wow, të njëjtën gjë bëri qengji i vërtet. Qengji na u dha në dhjetën e vjetër si një simbolik, si një hije, si një imazh i asaj që do të vinte, po për shpirtin që është i dëshpëruar dhe i friksuar në përballjen me Krijuesin, sepse po mbaron ajo koha ime këtu në tokë dhe do të vi shumë shpejt dita që do të dalë përpara Perëndis. Krishti ishte vetmja mënyrë për të shpëtuar. Krishti ishte i vetmja urë ku bashkohet dashuria dhe drejtësia e Perëndis në mënyrë kaq perfekte. Ajo fjalë, por tani drejtësia e Perëndis u zbulua në Krishtin Jezus. Për shkak të Krishtit ti bëhesh i drejtë. Biblia na tregon për një transformim të fantastik kur ti beson në Krishtin. Mëkati tënd transformohet tek ai dhe drejtësia e tij vjen tek ti dhe Perëndia atë të shef ty me syt që do të shifte birin e vet. Miq, prandaj Jezusi përpara se të kryqëzohej, kishte një presion të papar. Nuk ishte sepse Krishti i friksohej vdekjes fizike. Pietri ishte më trim se sa Jezusi nëse do të ishte vetëm për shkak të kësaj pjese. Jezusi kur derdhi gjak dhe ishte në gjithë atë stresin që ti e lexon në kopshin e Getsemanis, nuk ishte për shkak të thjesht të një kryqi që do të kryqëzohej, por ishte sepse pesha e ndyrësisë tënde dhe e gjithë njerëzimit që do të besonte te Perëndia ra mbi shpallullat e tij. Ai u bë magneti për të marrë mëkatin tënd. Ai u bë personi që do të bënte transfuzionin në thonjza të gjakut tënd të papastër, ku do të hiqte gjakun tënd të papastër për të dhënë gjakun e tij të pastër në venat e shpirtit tënd. Wow! Prandaj ishte trysni kaq e madhe. Shumë interesante në fakt është që duhet të kuptojmë që Perëndia nuk anashkalon mëkatin, por Perëndia mbetet i drejtë dhe drejtëson mëkatarin për shkak të Krishtit dhe për shkak të asnjë gjëje tjetër. Kjo është zemra e përqendruar në kryq. Besimi nuk është një vepër, besimi është të qenë duarbosh dhe të marrësh atë që thot Perëndia. Kur ti shkon përpara Perëndis si nevojtar aktualisht në jetën tënde dhe i thua Zot, e kuptoj që jam i padrejtë, e kuptoj që kam mëkatuar ndaj teje dhe vetëm ndaj teje.
Ki mëshirë për mua, dhe kur shpirti yt këllthet përpara Perëndis dhe ti me dëshpërim kërkon shpëtimin, atëherë gjaku i Krishtit ka funksion. Gjaku i Krishtit nuk është kaq i lirë, cheap, që thonë këta amerikanët. Nuk është kaq i lirë, por kërkon kur shpirti yt është i dëshpëruar dhe këllthet për një zgjidhje dhe shkon te këmbët e kryqit. Aty gjaku i tij ka efekt shpëtimi. Nuk na lë këtu pali, po te Romakët na tregon dy shembuj. Na tregon për Abrahamin dhe na tregon dhe për Davidin. Në fakt na tregon për Abrahamin që modeli besimit që Abrahami kishte u ilustrua në jetën e tij. Perëndia e shpalli të drejtë Abrahamin përpara rrethprerjes, përpara se të vinte ligji. Perëndia tregoi që Abrahami vërteton se shpëtimi ka qenë gjithmonë me anë të besimit, që prej të drejtit Abel deri në personin e fundit, të gjithë u shpëtuan përmes besimit tek qengji i Perëndis. Ne kemi folur gjatë kësaj periudhe Krishtlindje, nëse mbani mend, që është treguar që prej kopshtit të Edenit, që aty u dha mesazhi i Krishtit dhe të gjithë të zgjedhurit e Zotit në atë anë të historisë panë në të ardhmen dhe besuan në të ardhmen, dhe të gjithë ne nga kjo anë e historisë pamë në të shkuarën dhe të dy anët e historisë u adresuan me vëzhgimin e tyre të besimit drejt kryqit. Aty shpirti gjen shpëtim, aty qenia e brendshme jote dhe imja gjen shpëtimin e përjetshëm. Davidi po ashtu na ilustrohet kur thotë që gëzon që Perëndia vlerëson drejtësinë pavarësisht veprave, është marrë nga thëniet e Davidit ajo pjesë që është tek Romakët. Perëndia gëzon që Davidi vetë gëzon që Perëndia vlerëson drejtësinë pavarësisht veprave. Shpëtimi nuk është fituar kurrë nga vetja, është dhuratë e Perëndis. Romakët 5 pastaj na tregon për rezultatet e drejtësimit, të qenit i drejtë. A e dini, në çdo besim të botës, përveç krishtrimit, nuk tregohet drejtësim, tregohet mëshirë. U mëshiruan. Biblia nuk na le thjesht me mëshirën, na thotë që ti u bëre i drejtë për shkak të Krishtit. Kjo është mahnitse, kjo është e veçantë. Një mëkatar që të bëhet i drejtë, në çdo besim tjetër një mëkatar i fshin mëkatet, kurse në besimin e vërtet, në besimin e Krishtit, ti u bëre jo thjesht u fshin mëkatet e tua, por u bëre i drejtë për shkak të Krishtit. Unë i drejtë përpara Zotit, po unë nuk mundem. Prandaj është Krishti. Kur ti vjen dhe përulesh dhe nënshtrohesh emrit të tij, aty vjen drejtësia e tij. Dhe fjala e Perëndis na tregon për 3 aspekte që janë fantastike. Paqe me Perëndin, ku njeriu merr paqe me Perëndin. Ne kemi një histori shumë interesante me kanunin. Fjala paqe këtu nuk është ideja, haj se jemi në paqe kështu në mirësi. Fjala paqe do të thotë që ti ke qenë dikur armik deri në gjak. Dhe ne kemi historinë e kanunit të Lek Dukagjinit, kur 2 familje bënin paqtim. Nuk ishte thjesht paqtim, se bën paqe, por ishte një vendim i madh që të dyja nuk do të kishin luftë, dhe njeriu aktualisht është në luftë me Perëndin për shkak të fronit. Pajeni mend, vetja kërkon fronin. Edhe parajsen kërkon të jetë në bazë të fronit të vetes. Por kur ti bën paqe me Perëndin, do të kesh paqe në shpirtin tënd. Edhe ti e di që kur të vijë ajo ditë, një nga 24 orët e ditës, një nga 7 ditë të javës, kur do të marrësh frymë për herë të fundit këtu në tokë, do të jesh përjet me Krishtin. Kur të mbyllësh syt në këtë momentin këtu në tokë, do të hapësh syt dhe shpirti yt kur ke njohur Krishtin, do të shoh shpëtimtarin, do të shoh Krishtin, atë që zemra jote e donte. Perëndia na tregon për një hir, kur ne kemi një hyrje të lirë te ky hir për shkak të Krishtit. Fjala e Perëndis na tregon për një shpresë lavdie të ardhshme. Besimtari mezi pret për kohën kur do të jetë me Perëndin. Prandaj dhe adhurojnë Perëndin duke thënë, kjo jetë mua nuk më përket. Kjo tokë do mbaroj udhëtimin, nuk jam i përjetshëm këtu në tokë. Pse të gjitha këto? Sepse dashuria e Perëndis është derdhur në zemrat tona, na thot, dhe kjo gjë nuk turpëron. Shumë interesante i thot që edhe vuajtjet, dëgjoj mirë të gjë, edhe vuajtjet transformohen. Po si transformohen? Sepse ato prodhojnë durim,
thot Biblia, dhe durimi prodhon karakter, dhe karakteri prodhon shpresën që nuk turpëron dhe është e përjetshme. Kur një besimtar i krishter e di dhe po sfidohet me vështirësinë e jetës, nuk përpiqet të vrapojë larg kësaj situatës. Dëgjoj mirë të që, por thot Zot, më jep durim. Çfarë do të më mësosh përmes kësaj situate? Njerëzit e botës kur ju vjen për momentin e vështirësia, çfarë duan? Një zgjidhje të menjëhershme. Jo se besimtarët nuk e duan një zgjidhje. Por ai që është besimtar shef përtej sfidës, sepse e di që kjo sfidë u lejua nga Perëndia vet për të punuar në karakterin ton, edhe nuk është e lehtë, shpeshherë me lot dhe shpeshherë në kohë të vështira. Por është bukuria e të qenit me Perëndin kur ti e di që tashmë ke rënë në duart e mjeshtrit të universit për të formuar karakterin tënd, dhe ai do të bëjë dhe do të lejojë çdo gjë, qoftë e mirë apo e vështirë në jetën tënde dhe timen, për të na bërë të ngjashëm me Krishtin. Dhe mos haro, Romakët na thotë që vuajtjet, ku ti dhe unë do të kalojmë, prodhojnë durim, dhe durimi do kohë. Dhe ky durim ndikon në karakterin tënd edhe timin, dhe ky karakter do të prodhoj shpresën. Këto janë fjalë të bukura kur i dëgjojmë të ulur në rehati, por kur të vi momenti i trokitjes së vështirësisë, kur vjen momenti kur ti e gjen veten një ditë pasi zgjohesh me zvorbullës së madhe të jetës dhe sfidave gjigande përballë teje, autori thotë, i ngres syt për nga malet, nga do të më vinë ndihma, dhe pastaj thot ndihma më vjen nga ti. Dhe arsyeja nuk është thjesht zgjidhje, por është që Zoti do të prodhojë përmes këtyre sfidave karakterin, dhe në karakter Zoti do të provojë shpresën, dhe kjo shpresë nuk turpëron. Pali krahason dy përfaqësues, Adami dhe Krishtin. Adami solli mëkatin, vdekjen, dënimin e përjetshëm. Krishti solli drejtësinë, jetën, përjetësinë me Perëndin. Kushdo që lind në këtë botë, lind në Adamin. Vetëm besimtarët, ata që do të besojnë në Krishtin, rilindin në Krishtin. Hiri jo vetëm që e mposht mëkatin, por tepron shumë më tepër. Por çdo të thotë tepron, nuk e fshin thjesht mëkatin, por na drejtëson shumë herë më tepër. Zoti na jep drejtësinë, jo thjesht na pastron, jo thjesht na bën të pastër, na heq mëkatin, por jep drejtësi. Romakët 6 na tregon për lirinë nga fuqia e mëkatit, na tregon për dy karakteristika që janë binjak, është drejtësimi dhe shenjtërimi. Shumë njerëz besimtar mendojnë që okay, tani besova në Zotin, o Zot më fal mëkatet e mia, Zoti Jezus të lutem besoj tek ti dhe tani mund të jetoj jetën siç dua. Absolutisht kjo është një gënjeshtër. Në momentin që ti nënshtrohesh Perëndis, në momentin që ti beson sinqerisht në Krishtin, ti do kesh etje për shenjtëri. Ti do ta urresh mëkatin. Sa kohë që ti të duash shkrimin, nuk mundet që mëkati dhe shkrimi të ulen bashk. Ti do të fillosh ta urresh dhe do të jesh i etur për shenjtëri. I etur për shenjtëri në mendime. I etur për mënyrën se si mendon, që emri i Zotit të nderohet në mendimet e tua, ku askush nuk të shef. I etur në dëshirën tënde se si do ta përdorësh kohën që të ka mbetur këtu në botë, që të nderohet emri i Krishtit. I etur në pasionet dhe dëshirat e tua, jo më të shthurura, jo në ato ëndrat e ndyra, por në pasionet e mrekullueshme të qenit me shpëtimtarin. Drejtësia dhe shenjtërimi janë binjak të pandar, që ti nuk mund të marrësh njërin pa tjetrën. Ti fillon drejtësimin dhe përfundon shenjtërimin. Ku fillojnë këto të dyja nuk është thik, nuk ndahen. Të dyja fillojnë bashkarisht dhe qëndrojnë si binjak deri në fund. Drejtësimi ndryshon qëndrimin ton të brendshëm, pozitën ton, kurse shenjtërimi ndryshon jetën ton, mendimet, dëshirat, qëllimet. Të vdekur për mëkatin, thot Bibla shpesh te ky kapitull, por të gjallë për Perëndin. Besimtarët nuk janë bashkuar me Krishtin në vdekjen dhe ringjalljen thjesht për të shpëtuar lëkurën përpara Zotit. Ti u bashkove me Krishtin në vdekjen dhe ringjalljen për të qenë plotësisht i tij në mendime, në pasione, në dëshira, në aty që ti dëshiron të arrish me jetën tënde.
Ne nuk jemi më sklever, ti nuk je më sklavi i mëkatit, ku mëkati të ka vendosur ata hallkën si një qen që të tërheq pronari kudo ai. Absolutisht jo. Ti je i lirë për të rendur drejt shenjtërisë. Njerëzit mendojnë lirin gjithmonë për të shkuar drejt mëkatit. Jam i lirë, thonë, dhe shkojnë drejt të keqes. Kur ti beson në Krishtin, ti je i lirë për të rendur drejt shenjtërisë në mendime, në dëshira, në pasione, në ëndrat e tua. Mëkati nuk është më Zoti yt. Perëndia është Zoti yt. Ne jetojmë në mbretërinë e Zotit, por në tokë, si thot Jezusi, ka ardhur tashmë mbretëria e Perëndisë. Ti je një ambasador, thot fjala e Perëndisë, kur shpirti dhe qenia jote nuk është e atij vendi. Një ambasador, le të themi ambasadori amerikan në Shqipëri, nuk jeton si shqiptar, nuk mendon si shqiptar, pavarësisht se është në këtë vendin ton, nuk ka të njëjtin botë kuptim. Kështu është edhe me besimtarin. Kjo botë nuk është e jotja, nuk të përket, je i përkohshëm. Ti je, thot Bibla në fakt, ti je qytetar i qiellit. Aty është banesa jonë. Të krishterët nuk jetojnë rehat në mëkat. Një krishter nuk mund të jetojë rehat në mëkat. Nëse ka një qenie që është e drobitur nga mëkati, është një besimtar i vërtet kur ka një kohë që ecën në mëkat, sepse besimtari ngjan një krimbi që është bërë nga larvë, që është bërë flutur. Dhe me ato krahët e mëdha nuk mund të jetojë si një krimb, si një larvë. Është shumë e bezdisshme që një flutur të jetojë si një larvë, pavarësisht se ajo flutur ishte një larvë, por ndodhi një moment që larva u bë flutur, dhe kjo është rilindja shpirtërore. Dhe imagjinoni pak fluturën me gjithë ato krahë të bukur dhe madhështor të zvaritet nëpër lum apo nëpër pjesë të vogla dhe të errta. Nuk mundet, është shumë e rëndë. Kështu është edhe për besimtarin kur ecën në mëkat. Shpirti i tij nuk është rehat, qenia e tij nuk është rehat, ka një barë të brendshme dhe mezi pret që të shkojë ta japte këmbët e Krishtit. Prandaj thot Davidi kur ra në mëkat, sikur të më ishin shtypur kockat, sepse nuk po jetonte dot në atë gjendje. Kjo nuk është për sosmëri pa mëkat, por është mëkati nuk mbretëron më. Ta shpjegoj pak të gjë. Kur ti bëhesh besimtar, do ndodhë që është si punë një gare, që edhe mund të biesh, edhe mund të rëzohesh. Besimtarët nuk janë perfekt në jetën e tyre, por synojnë, vrapojnë drejt të qenit i përsosur drejt Krishtit. Edhe do të ndodhë në këtë garë do të bjerë, por një jo besimtar është si ai që gjithë kohës zvaritet në lumë. Ndryshe, çfarë kanë këto ndryshe dy personat, i pari ra në lumë për shkak të vrapimit dhe u çua. Përsëri nuk ndente aty në lumë, po vrapoi dhe eci përpara. Kurse i dyti mbeti në lumë edhe aty qëndron atë lumin e vet. Besimtari do të ketë kohë që edhe mund të bjerë në mëkat, por shpirti i tij nuk ka për të qenë rehat, do të vrapojë drejt Krishtit. Bibla na thotë që ne jemi sklever të drejtësisë. Wow, po, sklav i drejtësisë. Ke qenë sklav i mëkatit, tani u bëre sklav i drejtësisë, që do të thotë që drejtësia të ka përgryke dhe ti me dëshirë shkon drejt asaj. Shpëtimi na heq nga skllavëria e mëkatit dhe na çon në skllavërinë e drejtësisë. Liria e vërtetë gjendet në bindjen ndaj Perëndisë dhe urdhërimeve të tij. Romakët 7 na tregon fantastike për mënyrën se si ligji dhe lufta brenda besimtarit ndodh. Marrëdhënia e besimtarit me ligjin zbulon mëkatin, por nuk jep fuqi për ta mposhtur. Kur besimtari shef ligjin e Perëndisë, ka një goditje të brendshme, ka një konflikt të brendshëm që na jepet e kapitulli 7 brenda besimtarit me mëkatin e mbetur. Ende në gjymtyrët tona, thot Pali, ka ende dëshira mëkatare që ngrihen për të luftuar. Luftë e madhe shpirtërore, problemi nuk është ligji, por mëkati që ka mbetur në mish. Dhe fjala e Perëndisë përfundon këtë kapitull duke thënë një thirrje shpirti, një thirrje e fortë e një besimtari, një britëm e dëshpëruar nga pamundësia e tij për të thënë kush do të më çlirojë nga ky trup i mëkatit, që nuk mundem dhe si besimtar, edhe si krishter, ç'pas kam pasur në trupin tim ende. Në fakt, për që se mbani mend nga ajo që kemi treguar më përpara, kur ti bëri lind, është si të marrësh kufomën tënde të parë dhe ecën me të gjatë gjithë kohës. Ti
Ti ke një barë në shpirtin tënd sepse e di që ka një luftë e madhe brendshme aty. Kush do të më çlirojë nga ky trup i vdekjes? Dhe përgjigja tregon jo përpjekjet, por thot falenderit Jezu Krishtit. Duke ecur me Krishtin e kupton këtë përgjigje. Falenderit Jezusit që do të më shpëtoj. Romakët 3 na tregon për na tregon për jetën në frymë, jetën për sigurinë e përjetshme, që nuk është një gjë e mbajtur prej teje. Nëse shpëtimi do të mbahej nga unë, do ta kisha humbur çdo ditë. Po shpëtimi mbahet prej ti. Është ai që më ka bërë dhuratë dhe është ai që do të më çojë deri në fund. Bibla thotë ai është kreu dhe plotësonjësi i kujt? I besimit tim edhe tëndit. Kulmi triumfues i ungjillit është siguria e përjetshme. Nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Dëgjoj mirë çfarë thot Romakët 8. Nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Jashtë Krishtit Jezus ka dënim. Zemrimi i Perëndis, kapitulli i parë, në kapitullin e 8 nuk ka asnjë dënim. Edhe ti vrapon, siç vrapoi Noeu, kur Zoti tha futu në ark. Jo të gjithë u futën në atë ark. Gjithë bota qëndroi në dëshpërim. Noeu u fut në ark. Kush futet në Krishtin ka shpëtim. Krishti është rrufe pritësja për zemërimin e drejtë të Perëndis. Por gjithashtu ka edhe një aspekt të fundit që kisha shumë dëshirë t'ja thoja. Kapitulli 3 i 8 na tregon për aktivitetin, shërbesën dhe punën e frymës së shenjtë. Fryma e shenjtë është personi i tretë i Trinisë, Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë nuk është më pak Perëndi se Ati. Nuk është më pak Perëndi se Biri. Është njësoj Perëndi si Ati, si Biri dhe fryma e shenjtë, por roli i tij është ndryshe nga i Atit dhe ndryshe nga i Birit. Në fakt, interesante është që ka shumë njerëz që keq kuptojnë edhe sot që janë të krishterë dhe keq kuptojnë frymën e shenjtë. Por çfarë na thot Bibla te ky kapitull për të pjesë? Na tregon që fryma e shenjtë jep jetë, bën këtë rilindjen e madhe shpirtërore. Fryma e shenjtë fuqizon bindjen që ti i nënshtrohesh Krishtit kur ti ke nevojë për të gjë, konfirmon birësimin, ndërhyn për besimtarët, udhëheq, drejton besimtarin, na birëson, na bën fëmijë të Perëndis, na jemi trashëgimtar me Krishtin. Këto janë aktivitetet që fryma e Perëndis punon për të na shenjtëruar që jeta jonë të mund të bëhet e ngjashme me të Krishtit. Ka dhe një aspekt shumë të fortë kapitulli 8, vuajtje dhe lavdi. Vuajtjet e tanishme, thot, është e përkohshme. Lavdia e ardhshme është e sigurt dhe e përjetshme. Vetë krijimi rënkon për shpengim. Besimtarët rënkojnë, por rënkojnë me shpresë, na thot tek Romakët. Kur të vinë situatat e vështira, janë një këmban për të na treguar nevojën e madhe ose etjen për të na munguar qielli në shpirtin dhe në qenien tonë, kur ti mezi pret për atë kohë çlirimi të përjetshme me Perëndin. Dhe qëllimi sovran i madh na tregohet te kapitulli 8 vargjet 20 deri 30, ku na thotë që Zoti ka paracaktuar, na ka thirrur, na ka drejtësuar, na ka lavdruar në fund fare, dhe kjo është siguria e përjetshme. Asgjë nuk i ndan besimtarët, as vuajtja, as vdekja, as demonët, as rrethanat. Shpëtimi është i sigurt sepse varet nga Zoti dhe jo nga njeriu. Miq, me këtë udhëtim që do të ketë me hirën e Zotit në këtë vit, vitin 2026, uroj që vërtet të vish në vete karshi Perëndis. Uroj që të mos jetosh thjesht si një qenie që vegjiton, që çohet, që ecën, që vrapon dhe mbyll një ditë dhe po kështu ditët e tjera. Por dhënë Zoti që do të ketë një etje në shpirtin tënd, dhënë Zoti që do të kuptosh nevojën e madhe që ke për të njohur fjalën e çmuar të Perëndis, dhe qoftë kjo fjalë ajo që do ta mbush qenien, shpirtin, jetën tënde në çdo moment të këtij viti dhe të kësaj dite dhe ditëve që do të vinë. Jep kuptim jetës, jep kuptim jetës. Dhënë Zoti që etja e shpirtit tënd do të jetë adresuar tek fjala e Zotit dhe do të kërkosh me seriozitet të njohësh Perëndin. Le të lutemi së bashku. O Atë, ne nuk jemi të denjë as të përmendim emrin tënd, dhe jo më të flasim rreth gjërave të tua.
Zot, ne jemi qenie që thjesht jemi kaq pasionante për veten tonë, jemi kaq egoist për veten tonë, sa që kemi të vështirë të kuptojmë një realitet ndryshe nga ky ku lindëm dhe u rritëm. Zot, kemi kaq shumë në mënyrë të dëshpëruar nevojë për realitetin tënd hyjnor që do të na hap syt për të na nxjerrë nga kjo shpella në të cilën ne u jetuam, u rritëm, për të kuptuar një dimension të vërtet dhe të madh, kuptimin e jetës përmes fjalës tënde të çmuar që na u dha. Zot, na mësoj që ta duam fjalën, të kemi etje për fjalën. Na mësoj që t'i bindemi fjalës dhe që në mendimet, dëshirat, ëndrat, pasionet tona të çdo momenti gjatë gjithë ditëve të këtij viti do të jetë në nënshtrimi në bukurinë e të qenit me ty. Na mëso Zot që të ulemi në këmbët e Krishtit për të mësuar, për ta nisur çdo ditë të këtij viti, duke njohur Krishtin, duke dashur Krishtin, duke jetuar për Krishtin. Dhe na mëso Zot që do të kemi sy të fokusuar tek përjetësia dhe jo thjesht tek çasti. Lutem o Zot që shpirti ynë do të njohë Krishtin dhe bukurinë e të qenit me të. Në emrin e të Cilit ne lutemi. Amen.